opozita e vjetër, Partia Demokratike, kur nis flas për koncesionet, flet vetëm për gjysmat e tyre. Fletëm për 2, për check-upin dhe për sterilizimit. Për 2 tjerat, shërbimet laboratorike dhe hemodializën, që i marrin buxhetit shtetit 27 milion euro çdo vit, PD-ja me Sali Berishën mbyllin gojën. A e di pse? Sepse këto i ka Spitali Amerikan, i ka marrë Klodian Allajbeu. Tani unë nuk e di çfarë bën Allajbeu me Berishën. A i financon partinë, a kanë biznese bashkë me familjarët e Berishës, nuk e di. Por ama kjo është pseudo opozita që kemi pas deri më sot në Shqipëri. Pra që të thot vetëm të vërteta të pjesshme, të mbyll syt përpara oligarkëve, ose denoncoj vetëm në një oligark që është aq shumë vetëm me Rama dhe su jep asgjë këtyre, saqë e bën praktikisht të pa nevojshëm për PD-n. Ndërkohë qëndrimi i Lëvizjes Bashkë krejt i qartë. Ne denoncojmë të gjithë oligarkinë, nuk kemi frikë të kundërvijemi oligarkëve, nuk mendojmë, siç thoshte një nga këta karagjozët para ca ditësh që ka me mira oligarkë në Shqipëri, se oligarkia nuk mund të jetë me mira, do të jetë shumë ignorant që të mendosh që janë mira oligarkët në Shqipëri. Jo, oligarkët janë me vjetra dhe këta ne i përmendim dhe denoncojmë emër për emër.